Kanë mbetur edhe pak ditë deri më 1 shtator, kur nxënësit në Gjakov do të rikthehen bankave shkollore. Në prag të fillimit të vitit të ri shkollor, përgatitjet në institucionet arsimore janë drejt përfundimit. Komuna e Gjakovës ka bërë të gjitha përgatitjet për një fillim të mbarë të procesit mësimor, në të gjitha aspektet e infrastrukturë, për përgatitjen me konkurset, me regjistrim të fëmijëve, me të gjitha çka përket komunës së Gjakovës. Përveç gatishmërisë së shkollave, vëmendje këtë vit i kushtohet edhe numrit të nxënësve, veçanërisht atyre që për herë të parë do të ulen në bankat shkollore. Sa përket numrit, është e vërtetë se është trend i keq në përgjithësinë në nivel Kosovës. Në klasën e parë kemi rrallje të numrit, parapash është 120 fëmijë. Për momentin që të regjistrohen më pak, por pritet që do një fëmijë të regjistrohet në apatet të cilat fillon viti i shkollor, sepse kemi pas raste kur ngrit numri dhe dele rezultate më të mira nga shkollat që është dhe me datën 9 shtator, numrin e saktë nuk e di. Mirë, po deri më tani kemi 120 diçka më pak se vitin e kaluar. Ndërsa viti i ri shkollor sjell edhe sfida të reja, Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjakov thotë se prioritet do të jetë rritja e cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit, forcimi i disiplinës nëpër shkolla dhe zvogëlimi të numrit të mungesave.